një shkrim me tituj të mëdhaj që po juaj Berishës non grata, atëre të gjithë kriminalët e Afrikës do mbytin votën. E shikojnë Google, unë si është e mundur Nigeria ç'lidhje ka me Shqipërinë edhe me liderin e saj. Edhe sikur të bëhet kryeministri i ri, atje çfarë e prek. Edhe po shikoja thash mos është një nga shqiptar, nga këta biznesmenët që ka atje në një influencë, kur më doli që ishte zyra pranë presidentit, ishte zyra instituti Tony Blairit. Do me thënë, vetëm për të futur në lojën politike, jo për të këshilluar qeverinë shqiptare dhe popullin shqiptar si teci përpara, po për t'i dhënë frymëmarrje një diktatori të ri që shtyp popullin e tij, ai bën një lojë të tillë që vjen vala e presionit që nga Afrika, duke thënë afrikanët që do të mbyten kriminalët duke dalë në botë. E kupton sa të thella janë këto? Nuk jeqja si presë. Prandaj këtu duhet ndalojmë se këtu është. Po të them, halli jo, ne nuk i ndalojmë dot këto lloj hienash globale. Ata do jenë qarkullim gjithmonë. Ne kemi në dorë ata që na drejtojnë ne. Pra, Tony Blair nuk do të kishte asnjë efekt në Shqipëri nëse Tirana nuk do jepte mundësinë. Se ne kemi parë sa shtrenjtë është paguar edhe bashkëshortja e tij për shërbimet që i ka dhënë. E kemi parë. Por, a kanë ardhur ata ne i kanë marrë të para apo ja kemi ofruar ne? Ja kemi ofruar ne. Ne kemi patur nevojë. Kur them ne, kryeministri jon ka patur nevojë për ndihmën e tyre. Tani vite pjesa jon. A kemi ne skandale të ngjashme me atë që ndodh në Amerikë? Po. Dhe janë aty, i kanë dorë, dhe për fat mirë i kanë dorë policia. Prokuroria jonë speciale i ka. Pse si hapësh punën e tyre, po ata i kanë. Dhe ne kemi këtu personazhe që kanë bërë të njëjtën gjë, që kanë kuruar veset e politikanëve dhe pushtetarëve tanë, që kanë bërë filmime komprometuese, shantazhuese. Pra, i kanë fotografuar, i kanë filmuar që ti mbajnë peng, që ti shantazhojnë, që ti kenë nën kontroll. Madje kanë bërë si kusht, nëse ti do të bësh karrierë dhe të ngjitesh në hierarki shtetërore, duhet të bësh kompromise të tilla. Dhe ne tashmë këtë është një gjë që e dimë, përflasim në tavolinën, por provën nuk e kemi. Prova që u kap tek historia e Akshit e ka Spaku. Shkoi për tjetër gjë, dakord, e di që në 19 qershor ata shkuan për të kontrolluar për kontrabandë cigaresh, por duke kontrolluar për kontrabandën e cigareve. Ata gjetën atje hard diskun e folderet e ku do të janë pafund, materiale të cilat ata thonë që po jetojmë, nuk e dim. Por parafërsisht dim se aty brenda ka shumë gjëra, të cilat janë prandaj kanë quajtur atë kamerën që ka përdorur Gysa Gasi, një shërbim shumë të madh që i ka bërë vendit. Ajo është një sond që është futur në brendësi të pushtetit dhe na tregon se çfarë ndodhet e bërë. Ne e dim, publiku e di, por është ndryshe kur ti e di dhe ndryshe kur ti e sheh të faktuar, të provuar.